Pra vazhdoj me pyetjen e parë, edhe pse kjo pyetje gjë është parashtruar mirë, po ja kam borxh një xhamatliut që 5 vite. Për këtë arsye, e poshtë arsyeshme që të jap përparësi pranë pyetjeve të cilët janë parashtruar gjatë kësaj jave. Pra pyetja është ku qëndron argumenti se ai që e prish agjerimin duke ngrënë nuk duhet të agjeron 61 ditë. Pra unë kur kam ligjeru në xhaminë e Jaja Pashës, kam thonë se ai që e prish agjerimin duke ngrënë apo duke pi nuk obligohet që ti kompenzon me 61 ditë. Dhe tha, të kam pyet në atë kohë, ki thonë të përgjigjna mirë, po ende se kam morë përgjigjen. Pra sot inshallah do të përgjigjmë. Dhe do të ndershëm, ne nuk flasmi në dinin e Allahut azza wa jall vetëm me argument. Për këtë arsye, argumentet qëndrojnë se ai që e prish agjerimin qëllimisht. Argumentet që ekzistojnë për atë që e prish agjerimin duke pas kontakt me gruan e tij në ditën e Ramazanit, kanë thonë ai i ka 3 çështje. E para, ka mëkat dhe gjuna, për shkak se e ka prish agjerimin, që mëkati nuk shlihet vetëm me tobe. E dyta, duhet ta kompenzon atë ditë që e ka prish, pra një ditë me një ditë. Dhe e treta, ka thonë ka kefaret, ka shpagim. Dhe vetmet argument që janë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para shpagimin e ditës së agjerimit është për atë që e ka prish agjerimin me marrëdhënie. Nga se një arabi vend të pejgamberi Allahut dhe thot, ja Rasulullah, helekt, jam shkatru. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma helekek, çka të ka shkatru? Tha, ja Rasulullah, e kam prish agjerimin duke pas kontakt me gruan time. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot shpaguje. Thot cili është shpagimi? Thot ta lirojsh një rob. Thot ja Rasulullah, e din se s'ka mundësi ta liroj një rob. Thot ja agjeroj 60 ditë një pas një të vazhdueshme, pa ndërprer. Nëse ndërprer, ja fillon prej fillimit. Përjashtim të gruaja, pra nëse është prish agjerimi me pajtimin e saj, koha e menstruacioneve nuk konsiderohet ndërprerje e agjerimit. Pra shpagimi i prishjes së agjerimit në këtë formë është me liru një rob. Nëse s'ka rob apo s'mundet të liroje, atëre agjeron 60 ditë një pas një. Nëse një ditë e prish, ja fillon për fillimin. Tha ja Rasulullah, tha unë për një ditë tha shkabona. Tha 60 ditë shkabohet me muje. Tha unë një ditë se ne majta, tha po 60 ditë s'ka ndodhë. Tha atëre tha ushqej 60 të varfër. Tha Rasulullah, s'ka me shka ti ushqej. Në qatë moment i vjen dhurat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një enë me hurma thot mere dhe ushqej të varfërit. Tha jo Rasulullah, a ka dë një familje ma e varfër se unë? Tha shko ti haje me gruan tone, pra haj këtë hurma. Pejgamberi Allahut ja lecoj. Pra i vetëmi argument është i 61 ditë që shtojnë për atë që e prish agjerimin fars, pra ai që e prish agjerimin ditën e Ramazanit me marrëdhënie me gruan e tij, ndërsa ai që e prish agjerimin qëllimisht në dy forma, ose du ngron, ose duke pi, ose me të vjedhur qëllimisht. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ati që vjen me vjedh, nuk ja prish agjerimin, ndërsa ai që vjedh qëllimisht, ta e kompenzon me një ditë.
dhe këtu kanë rënë në ujdi të gjithë dietarët, që ai që vjell qëllimisht duhet ta kompenzon atë ditë me një ditë. E pse për ata që është e një ditë jo? Pra ai që vjell qëllimisht një ditë për një ditë, po ai që han dhe pin qëllimisht pa arsye ditën e agjerimit, janë di mendime të dietarëve. Mendimi i parë, mendimi dhahirive, Ibn Hazmit, Ebu Daud dhe Dhahiriut dhe Ibn Tejmijës, është që ai që e prish agjerimin qëllimisht duke ngrënë dhe duke pi, nuk ka për ta as kefaret e as kaza. S'ka kaza, thot Belan. Pse? Për dy arsye. E para, thot se s'ka kur ta bojë kaza. Tha ai që i prishet haxhi, ai që shkon hax, nuk del në Arafat. Do të valla zhek, bol dini ju, bol lini. Ai s'ka hax. Çka duhet bën? Vitin e arshëm duhet që ta bën kaza, atë hax. Tha ai që e prish, që e qel një ditë të Ramazanit, nuk e agjeron atë ditë, tha kur ta bëjnë kaza. Nga se ibadeti është i lidhur me ejamen ma'dudat, ditë të saktuar. Tha jashtë Ramazanit, tha nuk posedojmë argument që lejohet ai ta bën kaza, por vetëm ditët e Ramazanit. A ka mundësi ditët e Ramazanit ta bën kaza? Tha atëre, tha nëse ja lejojmë ati që ta bën kaza ditën e Ramazanit me një ditë jashtë Ramazanit, tha ne jena nga ato që Allahu ka thonë Kurani Kerim, tilke hududullah fala ta'taduha. Këto janë kufit e Allahut, të mos i te i kaloni, tha na i kena te i kalu për argument. Kjo është arsye e parë. E dita, a thot hadithi Imam Bukhariut, që ka transmetuar Imam Bukhariu, transmeton Ebu Daudit, Tirmidhiu, Imam Ahmed. Mirë po Imam Bukhariu e ka transmetuar, i thojnë muallakan pasinxhir, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e prish një ditë të agjerimit pa qenë i sëmur, pa arsye, tha s'mund ta kompenzon atë ditë sikur që ta agjeron ta në jetë. Për ata Ibn Tejmija tha, për ata çka duhet me bo? Tha për ata duhet me bo taubë, se atë ditë që e ka ngaron, pa arsye, tha ta një jetën me agjeru s'mund ta kompenzon. Kja është mendimi parë. Që Ibn Tejmija thot për atë ditë që ke ngron, ke pi qëllimit, çka duhet me bo? Taubë. A ka kaza, tha s'mund me bo kaza. As kje ditë kur ta baj kaza. Mendimi ditë dhe mendimi ma i vërtet i shumicës e dietarëve, a që ai që han dhe pin, duhet që të ban taube dhe të ban kaza një ditë me një ditë. Qëre që janë argument? Thot nëse pejgamberi Allahut ja ka obligu ati që vjell qëllimisht, edhe pse njeri që vjell qëllimisht thot, shumicën e rasteve ka arsye, ose në shismuc, ose i dhe në barku, ose ka hongër haram, si kur Ebu Bekr Siddiku radiallahu anhu që vjelli, tha ai që vjell, tha nëse ati ju është obligu të ban një ditë kaza jashtë Ramazanit, tha ma parsore është që të ban kaza atë ditë ai që ka ngron dhe ka pi parsije. Po që ka bëj me hadithin e Imam Bukhariut, Ebu Daudit, Tirmidhiut dhe Imam Ahmedit, tha ke hadith është i dop. Pra që ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që han apo pin, pa qenë i smur dhe pa pas arsye, tan jetën me agjeru, s'mund ta kompenzon atë ditë, tha ke hadith është i dop. Do Imam Bukhariu hadith dop?
Ta për shkak se Imam Bukhariu ka ardhur hadithi muallakan. Ato që mirën shketën hadithin e din çka do me thonë kjo punë. Do të thotë që ka ardhur pas zinxhir. Zinxhiri asi shlyr. Për këtë arsye Imam Bukhariu ka arsye pse i ka pru këto hadithe, mirë po nuk janë hadithe bazë në sahihun e tij, po janë hadithe përforcuese e asaj që ka pru Imam Bukhariu bazë. Pra me një fjalë, nuk kemi argumente nga Kurani apo nga Suneti pejgamberit të Allahut se për atë që han dhe pin një ditë të agjerimit duhet që të ban kefaret, përveçëm me dhebi e Ebu Hanifës, të cilët kanë shkute në aspektin analogjik, që e kanë krahasu prishjen e agjerimit që han dhe pin me atë që e prish agjerimin duke pas marrëdhënie. Mi po ne i përgjigjme dhe i thojmë se në çështjet e ibadetit nuk ka vend analogjia. Kiasi. Në çështjet e ibadetit nuk ka vend analogjia. Pse? Se mu paskon se dhe në ibadet ka vend analogjia, atëre në mest ku të mormi u dashke me i dhonë në mest karave. E pëse njoni dhe pse ku të mish merë sa si bjep karave, jo. Më fani të emum. Do të ku të mish të emum, ku të banjë të emum. Të emum i si janë, mi mshu tokës, mi mshu ftirës, mi mshu tokës, mi mshu durvë. Apo? Apo të na, thot me dhebin e Ebu Hanifës në ka mshu, mi mshu krave. Për shka ka në gjithë? E komët? A jep mes komëve? Ha? Pas me dhebin e Ebu Hanifës kanë thonë të jemumi i pët mes. Para ta, të jemumi është ibadet në vetë e ka tekste në vetë. Nuk krahasohet me abdes. Amar ibn Jasiri, kur ka qenë me një luft, dhe nga grit më njëtë gjënub, dhe s'ka qetë uj për të pupasru, që ka bon? I ka i këteshet, dhe arrotlu në përle, analogi ka përdor, ha? Pra e ka bon, e ka plunos vetën e vetë si kur e pastron me uj. Dhe për ameri Allahut kur ka ndëgjua busqesh, ka thonë ja martë, kam jaftu kështu. Mi mshu tokës, ha? Mi mshu tokës, me fërku fitiren edhe durt. Durt edhe fitiren ka që ja marë, kam jaftu, s'ka pas nevoj kej trupin me bo me dhe. Pra Amar ibn Jasiri ka shku me analogi. Para ata dhe ata të cilët shkojnë me analogi, në atë aspektin që ai që e prish një dit qëllimisht, 61 dit nuk kanë argument përveç analogjisë, ana i thojmë analogjia nuk ka vend qëri në jatë, në veçanti kur ka të bëhe me ibadetet. Pse? Në çështjet e ibadetit duhet me pas tekst, Kur'an, ajet Kur'anit, hadith pejgamberit Allahut, apo ixhmoja e ummetit. Këto janë referenca në çështjen e ibadetit. Pra e kuptum vëllezër të ndershëm, ai që e prish agjerimin qëllimin, njëri thot po kollaj marakana, po se kam dit. Kollaj? Dëgjoj për këtë transmetim e Bujalës. Musnedin e tij, nga Abdullah ibn Abbas i thot, ai që e qel një dit agjerimin e prish qëllimisht del pife. Nga në kollaj? Ha? Po në po pis. Ai që i ban shirk Allahut, sa duhet të shpagun shirkin që e ka bon? Që është lirë? Ha? Me taubë? Apo? E po cila është ma e keqë? A me qelë një dit me ngronë dhe me pi, kur je agjerueshëm, apo me i bon Allahu shirk? Cila ma e keqë? Shirk. Mo konë me analogi, po pisë. A ma keq është me qelë një dit agjerimit me mardhënje, apo me i bo Allahut kofër? Cëlla është ma krim ma i madhë? Kofër. Apo? Mo konë me men, na me morë dhe me këpëton këtë me analogi dhe me men, atëre ki që i ka bo mardhënje, ka prish agjerimin. Pas ka gjuna, ka sa, kefaret. Pa që i ka bo shirkë, atëre, duhet kefaret me hek kokën e vetë. Apo, po sa është çështja me analogi dhe me men. Po a çështja me sheriat dhe me argument.
As I qartë. Pra ai cili han dhe pin prej ati ka gjuna. Normal që Ibn Abasi transmeton, edhe pse për transmetimin e bujalas, nga Ibn Abasi që thot, ai cili e qel një dit agjerim del pifeje, kanë thonë djetarët ki transmetim ashtë i dopt. Si thot Shejk Albani, që e transmeton e bujala. Mirë po ai që e qel një dit agjerimin dhe e ban halal. Tot halal e kam. Del pifeje. Me pajtimin e kejt ulemove. Mirë po ai që e prish një dit agjerimit dhe e din se ka bo haram, që ka lipët bre ati? Taube dhe një dit kaza para dit. Taube dhe një dit kaza para dit. Allahu, 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 Allah, Allahu.